Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm një gjethe aloe vera i jep lam të mirë çdo problemi, ja si ta përdorni. Besohet se kjo bimë që ne e njohim sot si aloe vera erdhi nga Afrika e Veriut. Destinacioni i parë i njohur i përdorimit të saj nga ana medicinale ishte në librat e lashtë egjiptian, të cilët kanë dhënë 12 receta të ndryshme për aloe verën, që atëherë kjo bimë është përdorur në të gjithë globin edhe si një lule dekorative dhe më e rëndësishmja si një ilaç për shërim. Nëse keni një bimë aloe vera, ju do të përfitoni sa më shumë, kryesisht për shkak të vetive të saj medicinale. Ajo çfarë ju duhet të bëni është që të prisni bimën në copa për të përfituar prej saj gjelin sa më efektiv për shëndetin. Gjithashtu, lëngu i aloe verës mundet që të gjendet në shumicën e dyqaneve, por ju mund ta nxirrni dhe vetë nga bima, pasi në këtë mënyrë do të jetë akoma edhe më i sigurt, dhe për mos përmendur faktin se është një variant edhe më i lirë. Ndërkohë, sipas ekspertëve, duhet të dini se aloe vera mund të përdoret për të shëruar djegjet, për të shëruar plagët, për të zbutur aknet dhe ekzemat, zbut skuqen dhe problemet e tjera të lëkurës. Mund të përdoret edhe si një ilaç antikruarje, redukton gjithashtu rrudha dhe ju ndihmon për të patur një kohësisht flok të shëndetshëm, madje mund të parandalojë dhe humbjen e tyre. Hidraton lëkurën dhe mund të përdoret si xhelë roje. Uji me aloe vera ofron vërtet përfitime mbretërëse, ushqyese dhe shëndetësore. Uji me aloe vera është njëkohësisht bima e mrekullive, pasi është përdorur prej shekuj për vetitë e saj mjekësore. Uji me aloe vera ofron vërtet përfitime mbretërëse për shëndetin, si edhe një gotë me 250 ml ujë aloe vera përmban midis 60 deri në 50 kalori. Ju gjithashtu do të merrni deri në 50% të vlerës tuaj ditore për vitaminën C. Vitamina C ndihmon në mbrojtjen e trupit nga infeksionet, ruan shëndetin e eshtrave dhe dhëmbëve tuaj, si edhe ndihmon në shërimin e plagëve. Aloe vera përmban njëkohësisht edhe vitaminën B12, folat, kolin, bakër dhe kalium gjithashtu. Uji me aloe vera ka vërtet përfitime mbretërëse për shëndetin. Ai ka veti anti-inflamatore në sistemet e tretjes dhe përdoret për të ndihmuar në trajtimin e kapslokut dhe të urthit. Uji me aloe vera përdoret gjithashtu edhe në trajtimin e sëmundjeve inflamatore të sistemit tuaj tretës. Uji me aloe vera në organizmin tuaj. Sipas ekspertëve, uji me aloe vera lehtëson shqetësimet e stomakut dhe rivendos tretjen normale, pavarësisht nga shkaku themelor i shqetësimit. Është antimikrobik dhe njëkohësisht anti-inflamator. Uji me aloe vera parandalon mikrobet nga përqëndrimi në stomak dhe në zor, mbron organet nga veprimi i toksinave dhe alergenëve. Pirja e 200 ml e ujit të aloe vera 2 apo 3 herë në ditë për një javë është një nga mënyrat më efektive për të hequr problemet tuaja të tretjes. Si të përgatisni në shtëpi? Ju mund të shtoni 1 deri në 2 lugë çaj aloe vera në një gotë me 200 ml ujë. Mund të shtoni disa pika lëng limoni dhe 1 lugë çaj më mjalt për shije të mrekullueshme. Nëse ju dëshironi të bëni sasi më të mëdha, prijeni gjethet e aloe verës dhe hiqeni skajet e tyre. Ndërkohë, pastroni lëkurën nga të dy anët që të merrni xhelin transparent. Ngrijeni masën e xhelit në mikser dhe më pas ruajeni atë në kavanoza qelçi për deri në një javë në frigorifer. Ndërkohë, aloe vera dhe xheli i saj kanë vlera të panumërta për shëndetin,
Sipas ekspertëve, aloe vera ka veti shëruese të jashtëzakonshme edhe nëse ajo kombinohet së bashku me mjaltin. Nëse ndiheni të drobitur dhe nuk pushoni siç duhet, apo jeni të predispozuar të ftoheni shpejt, duhet të kombinoni patjetër eliksirin e jetës. Në shumë vende të botës, kombinimi i mjaltit dhe i aloe verës konsiderohet si eliksiri i jetës. Të predispozuarit që të sëmuren shpejt duhet me patjetër të kombinojnë këtë eliksir të jetës. Në shumë vende të botës, siç e përmendëm, mbetet një nga recetat më fantastike për shëndetin. Mjalti dhe aloe vera janë përdorur prej shekujt duke përforcuar idenë se ushqimi mund të jetë mjekim. Mjalti është një ëmbëlsues i mrekullueshëm dhe i vlefshëm për njeriu së bashku, me aloe verën duke u bërë një recetë fantastike. Në qoftë se ju ndiheni të drobitur, duhet me patjetër ta provoni. Organizmi juaj ka nevojë për lëngje të cilat përftohen kryesisht nga uji, por nëse shtoni aloe vera dhe mjaltin, ju do ta pasuroni ushqimin tuaj. Lëngu i aloe verës dhe mjalti përmban pak kalori dhe sheqerna në krahasim me lëngjet e tjera. Përpos kësaj, ky lëng përmban vitamina dhe fitoushqyes që i bëjnë mirë shëndetit, pak kalori dhe shumë vitaminë C. Lëngu i aloe verës së bashku me mjalti përmban pak kalori. Në 250 ml lëng do të gjeni 120 kalori. Një gotë me lëng përmban 60 kalori që e bën atë alternativën më të mirë në krahasim me lëngjet e tjera. Për shembull, lëngjet e mollës dhe të portokallit kanë 114 dhe 112 kalori për çdo racion. Në çdo racion të lëngut të aloe verës dhe mjaltit gjendet sasi domethënëse e vitaminës C, një antioksidant dhe një ushqyes i rëndësishëm që ka aftësinë të luftojë radikalet e lira të cilat konsiderohen shkaktar të sëmundjeve kronike dhe njëkohësisht të plakjes, ndërkohë vitamina C promovon edhe prodhimin e kolagjenit, i cili është kaq i nevojshëm për një lëkurë elastike. Vitamina C nga ana tjetër aktivizon të gjitha enzimat e nevojshme për funksionimin e qelizave dhe mbështet metabolizmin tuaj. Në 250 ml të lëngut të aloe verës dhe mjaltit, gjenden 30% e dozës tuaj të rregullt ditore të vitaminës C. Përfitime të tjera të aloe verës. Përfshirja e aloe verës ofron vlera të larta shëndetësore dhe fitoushqyes siç është barbolonia, e cila luan rolin e antioksidantit. Aloe vera rregullon edhe sheqerin në gjak. Sipas ekspertëve, rrjedhimisht ajo është e dobishme për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti. Si ta përgatisni? Ju duhet 1 filxhan mjalt dhe 1 filxhan xhel aloe vera. Përzieni të gjithë në mikser derisa të formohet një masë homogjene dhe më pas konsumojeni. Por nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.